Territori i Kosovës për datën 18 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta dhe të qëndrueshme duke sjellë mot kryesisht të kthjellë. Paraditja do të jetë me temperatura shumë të ulëta ndërsa pasditja vijon me mot me diell në shumicën e qyteteve. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -7 gradë Celsius ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 5 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 18 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 18 janar do të jetë rreth orës 6:54 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:37 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica -6 deri në -2 gradë Celsius. Podujev -7 deri në 1 gradë Celsius. Skënderaj -6 deri në 2 gradë Celsius. Pej -4 deri në 4 gradë Celsius. Prishtinë -6 deri në 2 gradë Celsius. Gjakov -4 deri në 5 gradë Celsius. Malishev -4 deri në 4 gradë Celsius. Gjilan -6 deri në 3 gradë Celsius. Ferizaj -5 deri në 3 gradë Celsius. Kaçanik -4 deri në 2 gradë Celsius. Suhare -4 deri në 5 gradë Celsius. Prizren -2 deri në 3 gradë Celsius.